Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin javor nga data 3 deri më data 9 gusht 2026. Kemi një javë me ndryshime, rregullime, startime, gjëra të shumta që ndikojnë diktorin. Por le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave, çfarë ndodh dhe çfarë duhet të bëjmë dhe ku duhet të bëjmë kujdes mbi çështjet që neve na rrethojnë. Kemi datën 3. Data 3 do të thotë ndikim, do të thotë reflektim mbi ato që neve kemi dhe duam të rregullojmë. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme astrologjike sepse kemi ndikimin më të madh në fushën e punës, të karrierës, të ndryshimit të madh, sepse është një fenomen kryesor i cili ka peshë të madhe në lidhje me të shkuarën dhe rikthen, ndryshon shumë gjëra në fushën e punës. Ndikojnë shumë shenjat fikse, siç është Demi, Akrepi, Luani, Ujori, sidomos të 10 ditët parë. Veçanërisht ndikimi në anën ekonomike, sepse ajo që do të kemi, këto shenja mund të përballen me një çështje që duket e vogël, por prek shumë thellë disa çështje të tjera. Një fjalë, një refuzim, një kujtim, një çështje ekonomike, një pasiguri, një marrëdhënie që prek ndjenjen e vlerës. Për Demin, kjo është personale dhe lidhet me ndikimin e madh të vetëvlerësimit dhe të rregullimit. Për Akrepin lidhet marrëdhëniet, partneritetet, e kaluara që është e hidhur dhe e tashmja është lumturia, do jetë mundësia. Për Luanët lidhen me karrierën, lidhen me ndikimin, me ndjesinë emocionale. Shenjat e tokës dhe të ujit, sidomos Virgjeresha, Bricjapi, Gafore dhe Peshqit në fillim të shenjës, mund të përjetojnë këtë si mundësi, si shërim, jo thjesht si provë, sepse astrologjikisht kjo ditë është shumë e mirë për sa i përket mundësive, rishikimeve, planeve afatgjat që kemi dhe rezultate të shkëlqyera në të ardhmen. Ndikimi më i mirë do të thotë edhe për lidhje me marrëdhënie, sepse ka të bëjë dhe me kujdesin e lidhjes dhe të vazhdimësisë, sepse nuk është ditë për të riskuar, por apo të shmangnim disa gjëra që nuk na duhen. Larg jo kokëforci, fjalët që lëndojnë, vendimet nga pasiguria, shpenzimet për të ndjerë vlerë, krahasime, xhelozie dhe forcë ndaj të tretëve dhe mundësi. Prandaj kërkohet kujdes, kërkohet vëmendje dhe dita kërkon përgjegjësi emocionale. Do të jetë pak a shumë ajo çka unë dua e kërkoj, po e kërkoj në bazë të gjërave dhe jo të shpejtësisë, sepse më duhet tani dhe duhet ta kem. Do të pasur kujdes kur e kërkojmë dhe çfarë duam neve për bërë blerje, për bërë gjëra të kësaj natyre. Kemi datën 4. Data 4 gusht është dita e parë e ndikimit